një summit në funksion të presidentit Trump, një summit që ka realizuar me përjashtim të Spanjës, e cila për arsye të çështjeve sociale nuk pranonte, por edhe aty kanë gjetur një klauzol që të krijojnë kohë për t'i dhënë mundësi dhe Spanjës, por do të dalin me një deklaratë përbashkët, se kjo ka rëndësi për t'i ofruar presidentit Trump që ne jemi të bashkuar dhe jemi të bashkuar në idenë tënde, se ne duhet mbrojmë Europën dhe kjo Europë ndan përgjegjësitë, si për ju ashtu dhe për ne. Pra është një fitore e dy anshme, fitore e parë. E qartë. Megjithatë Evropa i thotë që jo 5% cash, por 5% në ura, në ushtri, në mirëmbajtje, në logjistik. Donald Trumpit, i cili këmbgulte ky 5%, por e lëm për momentin këtë se nesër do të jetë dita e madhe që ne do të shohim se çfarë do të ndodhë në summitin e NATO-s. A nuk do të ishte më bindse në fakt që përpara se të sulmohej Irani, të hynin ekspertët e Agjencisë Atomike për të kuptuar nëse uraniumi është pasuruar dhe është pranë armës atomike, apo është i pasuruar deri në nivelet që e lejon marrëveshja me Agjencinë Atomike Bërthamore? Do të ishte më bindse dhe për opinionin ndërkombëtar një gjë e tillë? Ju keni drejtë dhe këto duhet që mos ndodhi e njëjta situatë që ndodhi në Irak. Por çështja ishte që bordi i guvernatorëve të Agjencisë Atomike bëri një deklaratë, një rezolutë që nuk e kishte bërë për 20 vjet. Informacioni ishte, pengesat e inspektorëve të vinin të shikonin ato sajte të cilët përpunohej dhe rritej uraniumi nuk lejoheshin, sidomos vendet caktuara, të gjitha këto bën që Agjencia Atomike e varur nga Kombet e Bashkuara mos mbante përgjegjësinë për atë gjë që mund ndodhte shumë shpejt, sepse Irani po t'i jepej edhe pak kohë, edhe kjo është çështje javësh dhe muaj, mund të realizonte disa bomba për të cilat mund të bënte presion nga pjesa tjetër, të shkatronte lindjen e mesme, të ngrite, të bënte një krizë të madhe ekonomike, financiare, sidomos me luhatjen e çmimeve të naftës dhe çonte botën në një kolaps. Duket që është një zgjidhje, do me thënë që në një farë mënyre e justifikon të gjithë veprimin, sepse nga ana jo vetëm procedurale, po edhe të ruajtjes të atyre parametrave të nevojshme nga Kombet e Bashkuara, kishim një ngritje të flamurit kuq nga Agjencia Atomike. Por agjencia sot, Rafael Grossi, sot thot, nga vlerësimi unë ka patur një shtim të lokalizuar të materialeve radioaktive dhe kimike brenda objekteve që përmbanin materialin bërthamor. Pra le të themi në mënyrë të moderuar mund të ketë pasur një rritje e përqindjes pasurimit, kryesisht uranium të pasuruar në shkallë të ndryshme, por nuk ka asnjë raport për rritje të nivelit të rrezatimit jashtë objekteve, vetëm kaq thot. Nuk thot në fakt për një përqindje të pasurimit të uraniumit. E ndihmon në fakt procesin e Shteteve të Bashkuara, se Detyra e Izraelit dihet që janë dy shtete armike. Irani do ta zhdukë Izraelin, Izraeli natyrisht për vetëmbrojtje bën këtë. Shtetet e Bashkuara do të ishin më asianse dhe më bindse për pjesën tjetër nëse vërtet do të merreshin me zotin Grossi më shumë se sa me armët, se sa me raketat e tyre. Ju keni drejt, po të ishte një zhvillimet ndërkombëtare të ishin të ndryshme. Por sot, loja ishte që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po projektojnë forcën e tyre për bërë një zgjidhje dhe gjithë shtetet më të fuqishme të botës, si Rusia dhe Kina, e treguan menjëherë realizimin e këtij plani duke bërë deklarata nga ministrat e jashtëm, nga zëdhënësi i presidentit Putin, që ne kemi kërkuar me kohë. Domethënë, vetëm ne kemi shpjeguar, pa u përsëritur nga misioni i kaluar, që Trumpi para se ta bënte këtë gjë, kishte rënë në konsensus të paktën me Rusinë, e cila ishte e lidhur direkt në marrëdhënie me Iranin. E furnizonte jo vetëm me drona, me armatime ushtarake, por nga ana tjetër ishte ai provideri më i madh, dhënësi më i madh i teknologjisë si për bërjen e armëve bërthamore, centralëve paqësorë nukleare dhe kështu me radhë. Domethënë, kur u arrit konsensusi, dihet që bota ka vajtur në një sistem tjetër që imponohet disa gjëra dhe nuk ka nevojë që të jetë strikti brenda atyre rregullave që më përpara kanë qenë të